ju ftoj në një duartërgjitje për mjeshtrin e madh, shokun ton të ngushtë, Edmond Halili, i cili është pak po asef, po i urojmë nga ky banket shërim të shpejt edhe kthimit sa më parë në skena shqiptare. Mondit është dhe ka grun prej Patosit fshat. Patos fshat. Edhe shkon të pallati e threqosin, o Liliana nga emrin të shoqe, o Lilian, teren Ballkon, ma hidhet kuponin e dritave, kuponin e drunve më falë, që të më shku me marë drunët, latën e drunve që kina pas na. Aja shkon të tabarja, e mërë latën, më randë fotografia e Ermira Babaliut, asaj këngëtarës prej Pokradesit. Pa ka kënë shumë këngëtare e mire, është regullu të është pa ka kënë shumë e keqe. Shumë e pa pashme fort. E mërë e shef kë të puth me Ermira Babaliut, i thëtë merë dhe meri drunët se ti do drunët. Qëton ti thëtë me Ermira Babaliun? Se vjen turp thëtë me Ermira Babaliun. Për në artista me thëtë në përqafona gjithmonë më shpaqeve. Sa herë kam puth dranën në për shambull, është mira soshin. Merë thëtë ja hao. I thëtë mas mërzit, i thëtë mordi. Veshu një tash urgent, se dore me shku në Tenon, me boti një fotografi me Luan Zhegun. Mirë mrama, gëzuar festat, gëzuar vitin e ri 2026, shnet dhe marsi në të gjitha familje tuaja dhe të gjithë shqiptarve kudo që janë. Atëherë, nuk e di shumë prej jush e ka njoft Tef Palushin. Ai ka qenë karikaturist, por ka pas edhe jashtë mase humor. Unë do të tregoj një diçka të vogël për Tefen. Tefa, ata që e ka njoft, ka pas një defekt fizik, ka ken kështu i deformum, po ka ken e ka pas kryt plot. Ka ken i jashtë zakonshëm. Tefa një lulisht i ullon në stëll i shkreti, sepse ashtu i kishte kushtet e tia fizike, mas një pemet, ka pa një djoll edhe një vajz, 3, mas pemet, të ju puth, të ju ba dashni. Njësoj kohet, aja vajza ka ardhë duket si në qef e ka fillu me ba, Tefa prejnë stëll, ata se shifshin Tefen, Tefa prejnë stëll i thot, o të rëdhic, nuk ashtë pa apish. Një burr ishte shumë xheloz për gruan e tij. Kaq xhelozishte sa për ditë, në orën e pushimit, kur tan shokët e shoqet pishin kafe, nën sahati, ai telefon e merrte gruan. Alo, he zemër. Aja shkreta ju përgjishte, he marë burr, qa kena? He si e? Po mirë marë pa ti para jore të gjysë ke shku në punë, mirë. Që i të ba? Po i tu në shpi, thot, prima në shpi e? Pa unë e di marë se qëfar grujet kam, pa unë kam gru zoj, marë e di se në shpi e? Par zote në shpi e, po ti po marë, vene i he shisën me korrent, ti thot i shoqi. Aja, ven shisën me korrent shisa, pa për zote në shpi keka. Pa për zote nuk qëtësova. Nese, prep nesër me një shto, të mas nesërin një shto, i dit, thot, a di qa, përshkej i baj surpriz, thot, nuk po e marrë në telefon, po përshkej në shpia, ja, te po, bohet, thot, në qef, kur të më shofin mu, se so interesum jam unë për grun. Biciklet, saj, ton shok të pi kafe, i gjysoret përshim, biciklet se në shpi, hinë mre në shpi, shef djallin 10 vjeç të bë detyrat. I thot, ku ashtë nana mërbab? Për zotin zdi mërbab, mori shisën me korrent me veti e zdi ku ka shku. Edhe i tjetër, për këtë kisha dasht mas me filmu, me thënë drejten. Pra ndaj, ju lute mas filmoni, e? Një ku e merë, po. Ku e merë? Vdes një imam i një xhamis, rahmet post. Edhe mëftia shpall konkurs për me marrë imam 3. Edhe paraqiten konkurs disa persona. Vjen i pari,
Hinë mërandi, thot, si e ke emnin Idris. Ku i ke marru studimet? Në Siri. Kam këtë CV, kam këtë kështu, ashtu i kallëzaj CV-n e pasun, bukuri, thot, lën numrin e telefonit, thot, se të lajmërojmë na, thot, kur të thrasim na, të lajmërojmë ke fitu, as ke fitu. Hini dyti, urna, si e ke emnin Bajram. Ku ke marru shkollën në Arabi, thot, bukur farti, thot, CV-n, i kallëzon shkollën, CV-n tona, karrierën e që kishte pas. Bukur, thot, ik, thot, se të marrim telefon. Vjen i treti, si e ke emrin Idris, po mirë se erdhe, çfarë shkollet ke, i kallëzon shkollën, ku e ke marru, CV-n, bukur fort, të marrim në telefon, thot, i katërti vjen Zefi. I thot, si e ke emrin? Zef. Zef, thot, po ti që dënë, thot, këtu në gjami. Pasha zotën zdi gjo, thot, ata të lësë ismë kanë qu për punë, me gjetë punë, thot i to. Ftoj në skenë një ndër aktorët e shuar të Malësisë së Madhe, Marash Kaçaj. Qyqja mu dhe të shpia, ku për mu po që të bëjë martesh, o zoti madh, e mjera, unë e mjerë, prit më njëherë se, e shkreta, unë e shkreta. Alo? Urna, O burr, urna, a kop shpia flok, unë që të bëjë tash? ti laj më Zerfiksit, mëne. Zerfiksit? Ha, Po, shpejt. prit i herë se ta pastroj shpinë se pa më gjajnë romoj marë burr. Hajde jere, ma Igor, hajde jere. Hajde shkoj me jere të bajnë si e fe dolim me shëtiti jere, hajde. Hajde jere. Hajde jere. Hajde, qëtisim, sonte do na me shku, se kena një mramje, e po kënoqna. E po kënoqna, tash para se me shku këtë. Ja, para se me shku, du unë i herë me ta vajda, botë një pytje. Pash zotën mërbur se jam mot, tesh 20 vjetë martes jam mot me ta boj këtë pytje. Po ti bëne më ku shko nëllë. Veç me më kalëzu drejtë. Drejten mo, po në tash 20 vjetë, po që më së të... Pash zotën, tesh 20 vjetë, am ketë raftu në i herë. Që të tesh kja pytje më i burnesh tash? Po ti këtë... E di se qëfar burrit kam pa, ja. S'ketë raftu, e? Ja, si Tash herë. A si herë, shafe. Tash me thonë drejten, i herë. Një herë të 20 vjetë? Tash 20 vjetë veç i herë. Halal të kjo oftë marë burë, pa halal të kjo. Pa unë e di marë që marë burë. Jem ke në ushtarë, hajtë, janë shto, mbonën rakije, mdejen e mbonën, hajtë, nuk e di ason si me erdhe veç një të herë. Pas ka në lë ushtarë, hajtë marë burë, ma mirë bëdhja ki bo. Pa dolin këta burra, dolin një prej këtyne burrave i herë që e mojnë vetin burra, kanë draftu gru në i herë këta. Nuk e di që me thonë. Hajde, tërse pa shkoj me po knoqna, tërse po knoqna, pa kësej me knojmë. Këta ka dojnë i herë. Unë tifto, pa, po më tifton ti mua më ketë ralltu në i herë. Hajtë marma, lëna marat muhabet mos fol marrina për lëne. Ja, marrina, si në të folë, pa, hajtë i herë, hajtë. Lëne pra të shtijat muhabet se shibe amarë, shyton këj kalablek këtu. Lëne me punën, ata kanë punën në ty tim tifto mu, ata kanë punën në vetë, hajtë tifto. Ja, do me ditë për imen, Për imen, po. Taman, e? Taman, hajtë. Drejten. Drejten, mërë. Hajtë pra. Hajtë hedresem nga trove, as me numër uslen. Aulo dhe doktoresh. Po pak sa, si jeni? Mirë. Qa ke? Am kanë dollë analizat e grus. Të grus po i ke gati. Ashtu, ha? Të shti gruja, të ka dollë me shumë sheqer. Ashtu, ha? A ka në gjo tjetër? Tjetër gjo. Se që ka sheqer e kam pa që është natën e parë që kam vjetë me ta. Hajde i herë burë se na bakja shpi po ly. A ban haltë zotit ashtë ba. Një gjo gru. Unë me loj ta lujmë gre. Që është
E bukur grija edhe mund zhytun. Pa jamër pa çfarë grihet, më pa të bardh do na me lyt bardh. Në gjë, unë thëm gri. E pa ti të bardh pra marr burr, mo boja bardh se na fut edhe drite, duket bukure. Me një gjë mu e lym gri. E O tik. pa, me më dëgju mu e lym bardh. Do ta lym gri se jam koka e shtëpis. Ti e koka, e? Po, E pa mirë pra, unë jam qafa e të sjalli ty kod dëm vetë. pa kostot populli thash qafën. Filloj dënonja me Tef Palushin, ka kënë karikaturist i famshëm, 44 vjeç ka deki shkreti, po është operu një 8 herë në stomak, so i ka kërku doktorove, pse s'pa boni me zinxhir, se keni me mqilë prap. Në teron atje në spitalu shtarak, ka shërbim shumë mirë, atje bashkë me një vlonjat, i shturu me vlonjat e i shumë i mërzitshëm. Vdica Tefa, marova Tefa. Po i thët Tefa, po qa kemër, qëtë të mos kemo Tefa, thët. Ja, qëtë të thënë, thët. Ja, ha pilaf, nxleri pilaf. Ha magaron, nxer magaron. Ha mish, nxeri mish. Po ko ke i halin, kam halin thët të dalë, si gjithë të tjerët. Po, a ke halin thët me dalë se jonë, thët Tefa, po. Ha mot, edhe gjithë mot. Dështi, unë e dronja, Renato Radoja, Zef Gjoni, Zef Qoba, Zef Deda e ka pasit, e kena pensionet shumë doja. Sa na vjen kes me i përmend se të njerëzit janë shumë keq. Edhe, mirë po, më thojnë dhe shpis mu, a përfiton pensionit po me dek, thojnë mu. I thonë, po pës Rozen, grune Zefit, se Zefit vdiq pas dërit, e pës Rozën dhe jo nuk e përfiton. So e kam gëllëzu në shpi, se nuk përfitohet, 7 herë në ditë pysin, a i pi dhe hapat. E o të regojnë një Barsalet nga Malësia. Një fshatar kite i lopë mirë, po i kishtë ra lopa në ko, burri nuk ishte në shpi, e mërë në telefoni, thot, ishte ishte, thot, ka ra lopa në ko, thot, ku me qu? Qoj, thot, të filoni, se ka i mëzat mirë, thot, për mërë dhe djallit. Shkojnë me djallë atje, e qojnë lopën atje mirë, pa, a i mëzati duke se kite majta lopë tjeri nuk ashtu. I thot, e oma, thot, afroj, thot, të kryt pak. Qa be bon? Nuk ja do qime, thot, në kry. Po pse më i thot, hajtë se gashet. Unë pa i qu, thot, se mi kanë ra flok babs. Dhe të shdi kena një mikson të këtu, a i vjen nga Puka, a shoko jonë, Ramadan Kopani, aktor i Puks, po dhe Puka ka humor s'ka si me pas, se jena një qarku i Shkodrës. Jena fjallën Ramadan Kopanit. Faleminderit. Mirë mbrëma të gjithëve. Ju falenderoj tonë të kuzërinë shkodrone se edhe unë jam Puk, jam me ju, gjithë. Desh, tu në Shkodër po zhvillohet festivali i humorit marë kombëtar. Dhe besa, si dëshamir që kam mëftoj bashkë me shokun të me regjizorin Frank Buka. Erdhëm këtu, por një shok më kishte porosit mi marrë një 2 gjela për natë madhe mram. Edhe i thash, po marrë për shkaj qyri, thash, për do t'jenë shtrejt më në bërë, se për 5 i qojnë qmimet, si t'jenë, s'ka rëndësi 5.000 mek. Shkojnë pazarë në Rusë, pyt njënë në 60, pyt tjetën 70, pyt tjetën 55. Më thoshin mu, ja mërë zbani, thosha zbani, qa ke mërë thërë, për t'i thuj ti, vjeni plak që po më niste mëra, për t'i na thuj mërë i pazarë, t'a dim se ta kena faj, na keti që s'ke lek me bible. Në gjë mërë zëtni, ju keni halin tuj, nështë ju kanë bëjt dame dhe në përkopshte, e ju keni rritë shmimin, po unë kam i hal tjetër, se unë e du për natë madhe, e nuk më shkën të në këtë shmim. Thamë falë, mas i e ke për natë madhe, tha, na thuj ti pazarë. Për mu, të 2 gjelet, bojnë 55. Meri me halalek i ke. Pesha që nuk ishte për gjakët, Ramadan e të orë me pi kafe, këj plaku më ka përdurët. Të farë fese e keti mërë, po të e pasaj më në Ramadan. Më falë një mërë, po unë kam grunë katolike. Një shok, po
po pinë të në lokal, dhe shkën kamerjeri, thët, mërzotni, thët, qa kine ujë shërby, thët, i do pjë raki, thët, po, thët, po të bi. Po kur i shkën ja qenë rakini, thët, a përbëllën? Po mërë, thët, që se përbëllëj. Mo avoni, thët, a ma bjene dhe i do pjë? Po mërë, thët, po të bi, po a përbëllën? Po mërë, që se përbëllëj, thët, a dhe me dhe prunë dhe i mezi, mësë bëtë vret rakia. Po ma bje, thët, falem nërës prej dejet. Prepi, thët, ma bje dhe i do pjë tjetër, thët, pa thu e përbëllën mërë. Po, kur qohet me ikë, qohet tu marë kamsh, o zëdi, prit mërë me pagu parit, të shpërbëlloj e ti, thunë përbëllohë vëllë, s'mundë ma. Në malësit madhe, vdes një plak për shumë i pashë. A i kishte pas një histori ashtë madhe, sa një grup i vogël grash, liberale, ftoj një vajator për me vajtu. Vjen vajatori, po shkën e pytë zojnë, shoqen i thëtë, moj zojnë thëtë, a më kalëzën thëtë si e ka pas jetin burjet. A qa me kalëzonë, mërë thëtë, burje më ka pa më me shkallë kra. Qa ka kënë elektricista? Jo mërë thëtë, s'ka kënë elektricista. Po qa thëtë, po ka kënë kërkëjtës. Si? Që i të thanë mërë thëtë? Marakli grash mërë burë. O, po qa me i thanë mërë thëtë? Pa sa të dur, pra thuja një 2-3 fjarë thëtë s'ke qaban. E fillon këj vajatori me e qatët. A ke vdek, a ke i të kare. Të në nëriklet mi kryke, a si herë po a gjasi le. Ju përshnes tonëve.